Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin në Monitor TV. Jam këtu pranë jush për të ndarë lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Realisht jam i lumtur që do të flasim për më të preferuarit tuaj. Do të flasim për Fermën VIP, për Big Brother dhe Big Brother VIP Kosova, do të thënë Big Brother VIP Albania dhe Big Brother VIP Kosova. Këtë vit përgatitet një kast shumë interesant, do me thënë nga shtatori, të gjithë do t'jemi të mbërthyer për ekrani, të gjithë do ta shijojmë momentin, të gjithë do të gëzojmë lumturi, dashuri, pozitivitet me personazhe të cilët do të bëhen pjesë të kasteve të Big Brother dhe Ferma VIP. Si asnjëherë më parë, do me thënë lufta mediatike për klikime në këtë reality show tashmë është shumë e madhe. Të gjithë janë të fokusuar për të kuptuar se çfarë po ndodh me Fermën, se çfarë po ndodh me Big Brotherin, të gjithë duan të kuptojnë se si do t'jetë shtëpia, se çfarë ambienti do të ketë, a do t'jetë një fermë e vërtet apo do t'i ngjason Big Brotherit. Tani nga informacionet që unë kam arritur të kuptoj, do me thënë, jam i pozicionuar konkretisht te Big Brother VIP Albania 6 dhe tek Ferma VIP 4, këtë vit do t'jetë gjithçka do t'jetë ndryshe. Do të flas nga Ferma, do t'jetë po e njëjta godinë e shtëpisë, po do me thënë do t'jetë ndryshe ambienti brenda, do t'jenë ndryshe dhomat e gjumit, ka shanse që t'jenë do me thënë të gjithë dhomat në të njëjtin ambient, krejtësisht të hapura. Banorët do të kenë pak më shumë angazhime me kafshët dhe sfida do t'jenë edhe më të vështira sepse koncepti i fermës është i bazuar në sfida, do me thënë sfidat janë kryefjala e konceptit të fermës. Gjithsesi, edhe vetë do me thënë personazhet do t'jenë personazhe që do t'jenë me shumë ngjyra, ashtu siç në fakt ka dhe konceptin Ferma VIP. Nga ana tjetër, Big Brother VIP Albania 6 është një nga formatet më të ndjekura, është një nga formatet më të dashura, është një nga formatet më spektakolare që pritet të vijë me një kast të veçantë. Nga informacionet që kam unë, ndryshe nga vitet e tjera, do me thënë edhe pse viteve të tjera Big Brother i ka qenë i fokusuar në dizajnin e shtëpisë jashtëzakonisht shumë, jo shumë në surpriza, jo shumë në sfida për banorët, sa ka qenë do me thënë tek dizajni i shtëpisë. Këtë vit pritet që të jetë edhe një shtëpi më gjigande. Këtë vit kishim përzgjedhur që le të themi të jetë vetëm gjysma e shtëpisë nga ato që ne kemi parë vitet e kaluara. Këtë vit do t'jetë dyfishi i asaj shtëpie që pam sezonin e kaluar në këtë vit, do me thënë do t'jetë një shtëpi gjigante, një shtëpi e madhe, një shtëpi e bukur, një shtëpi komplet me gjëra fantastike. Banorët e kastit më besoni se shumica janë përzgjedhur të cilët do t'jenë pjesë e këtij Big Brotheri, disa nga emrat kanë filluar që të qarkullojnë, po do me thënë janë të gjitha në kuadër të thashë themeve, me patjetër që do të ketë protagonist nga televizioni Top Channel, do të ketë personazhe nga Portokallia, njerëz të njohur të Top Channelit, sepse është strategjia tashmë e Top Channelit që po e bën. Do me thënë do t'jetë një luftë e madhe mes Fermës edhe Big Brotherit. Unë mendoj që të dyja kanë rëndësi te publiku. Përshëndetje të dashur miq, përshëndetje të nderuar ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të ndarë lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Dua në këtë minutazh, dua në këtë përmbledhje të flas për Kiara Titon. Në fakt ka patur shumë lajme për Kiarën, për një shtatzani të mundshme, të gjithë e prisnin që në ditëlindjen e Luizit mund të ndodhte një diçka, por unë nga informacionet që kam arritur, do me thënë të siguroj pranë çiftit, kam arritur të kuptoj që aktualisht nuk është se ka ndonjë gjë serioze. Do me thënë Kiara dhe Luizi janë duke bërë planet për shtatorin që e kemi në prag të derës, nga që jemi pothuajse në mes të muajit korrik, na ka mbetur edhe një muaj e gjysmë pushime për t'ju rikthyer fuqishëm sezonit të shtatorit, një sezon që do të jetë i ngjeshur për Luizin edhe për Kiarën. Nga informacionet që kam arritur unë të kuptoj, Kiara do të jetë përsëri në rolin e prezantueses në Portokalli, me patjetër që do të ketë edhe një rol të rëndësishëm tjetër në
televizionin Top Channel që nuk kupton mund të jetë edhe në platformat si Big Brother apo më gjër, aty ku Kiara në fakt ka shkëlqyer gjithmonë, dhe Luizi është duke punuar me një intensitet shumë të lartë që t'i rikthehet fuqishëm medjes, do me thënë do të kemi shansin edhe fatin që Luizin ta shohim në një stil krejtësisht ndryshe, në stilin e moderimit, gjë që në fakt ne nuk jemi mësuar ta shohim më parë dhe nuk jemi mësuar që ta ndjekim më parë Luizin në atë lloj konotacioni. Luizi është duke punuar me shumë përkushtim për këtë drejtim, do me thënë nga informacionet që kam arritur unë të marr, skena po punohet, do të jetë një skenë gjigande. Emisioni që do të sjellën Luizi nuk do të jetë një emision i thjeshtë, do të jetë një emision me shumë ngjyra, me shumë botë, me shumë adrenalin, që me patjetër që të gjithë shqiptarët do t'i bëj për vete dhe do të pasionohen me fenomenin Luizelli. Kjo e bën edhe më të veçantë fenomenin. Por me patjetër publiku më thotë Tirana do t'ishte e bukur që familja Eli të shtohej pak më shumë, do me thënë Kiara të vinte në mënyrën më ndryshe, do me thënë të vinte të prezantonte në këndin e një nënës së re të ardhshme. Unë në fakt do kisha dashur shumë që të ishte e tillë, do kisha dashur shumë që të bëheshte kjo gjë, por si që duket çifti akoma nuk kanë në plan për të investuar në këtë drejtim dhe për të realizuar, do me thënë, atë ëndrrën, atë dashurin të bukur të tyre. Mua më pëlqen që Luizi dhe Kiara po punojnë të dy së bashku, do me thënë po investojnë të dy së bashku në rrugtimin e njëri tjetrit, dhe kjo i bën që të ndjehen sa më shumë të veçantë dhe kjo i bën që të ndjehen sa më shumë në qendër të vëmendjes. Ju uroj të gjitha të mirat dhe shpresoj që të na vinë me lajme të bukura. Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirana Lilin pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të ndarë lajmet edhe komentet më të fundit. Do të flasim për një nga çiftet që në fakt po komentohet jashtëzakonisht shumë, Brikena dhe Mateo, marrëdhënia që ato kanë ndërtuar, historia që ato kanë ndërtuar, lidhja që në fakt ato ndërtuan dhe çfarë po ndodh me marrëdhënien e tyre. Edhe pse ka shumë hamencime, edhe pse ka shumë thashetheme, edhe pse ka shumë fjalë që në fakt fliten lart edhe poshtë për Mateon dhe Brikenën, unë mendoj dhe jam shumë i bindur që e gjitha kjo gjëja është një strategji e tyre, do të thënë një strategji e menduar gjatë, që ato kanë vendosur për ta bërë për publikun shqiptar. Zakonisht strategjit janë të këtilla, strategjit të sjellin pikpyetje, sjellin hamencime, sjellin aludime, të gjithë në fakt ngriten në këmbë dhe pyesin se çfarë po ndodh me këtë çift, si është marrëdhënia e tyre. Marrëdhënia është shumë e bukur. Nuk kanë marrëdhënie të krisur, se po do kishin marrëdhënie të krisur dhe po të ishin të ndarë, ato nuk do të ishin pjesë e përbashkët e një emisionit gjigant, e një televizionit siç është Top Channel-i, me patjetër që ato të dy, do me thënë, kanë ruajtur atë ndjesinë e tyre, kanë ruajtur atë dashurinë e tyre, kanë ruajtur atë emocionin e tyre dhe janë në këtë formë kështu siç janë, por për të mbajtur klikimet, unë mendoj se është e tillë, për të mbajtur klikimet, ato janë në këtë gjendje ku janë, që të gjithë flasin, të gjithë pyesin, të gjithë hamencojnë se çfarë në thelb po ndodh me këtë marrëdhënie, çfarë në thelb po ndodh me gjën e tyre. Marrëdhënia është shumë e bukur. Është normale që në jetën e showbizit personazhet të kenë lëvizje të tilla. Po të ikim të bëjmë një krahasim në botën e jashtme, artistët e mëdhenj në botën e jashtme bëjnë skandale të ndryshme. Bëjnë skandale të lloj-lloj tipit vetëm e vetëm që të jenë në qendër të vëmendjes. Dhe këtu nuk ka asnjë gjë të keqe. Deri në këtë pikën jemi okay. Nuk ka asnjë gjë të keqe në qoftë se një personazh vendos që të bëjë një mini skandal për të qenë në qendër të vëmendjes. Më vjen shumë keq për disa nga fansat e tyre që shkruajnë me irritim që publiku do t'ju kthehet keq, që ndjekësit e tyre do t'ju kthehen keq, që fansat do t'ju kthehen keq. Mua kjo në fakt më dhëm shumë dhe më djeg në raport me Mateon edhe me Brikenën. Por që publiku t'ju kthehet keq nuk është në asnjë mënyrë, sepse ti derisa je në një televizion, ti mund të bësh lëvizje të këtilla, nuk janë lëvizje që janë të mësuara në botën shqiptare, sepse personazhet tanë VIP ne nuk i kemi mësuar që t'i shohim në këtë gjendje, do me thënë nuk kemi mësuar që t'i shohim në këtë stat, në këtë nivel, por nuk më duket diçka e çuditshme, me thënë drejtën. Edhe po të ndodh kjo, nuk më duket diçka e çuditshme.